Mos e ngacmo ti për me shajfin. Sprovërand është kjo për ty, por kjo ka lënë, ama për te s'ka lënë. Nëse ai vdes në gjendje, te ati gjenazën nuk bën mja fal. S'ki që i bën, babe ki. Do që rruju, mos e ngacmo ti për me shajfin. Mos e ngacmo ti për me ta shajfin. Por më ndohë me këshillu me të but, bile veç të një kërkesë e kam. Nëse kam mundësi. Nëse kam mundësi dhe sa do pak më respekton si fëmi, firmës ma shaj. Qka të dush bët dura, veç firmës ma shaj. Se instinktivisht pa dashje, po prejk në shpirtnisht fort, e ndoshta e përbëjnë do një reagim, të se më ka himu se vlad kërsh i babës, jemi të bërtit, jemi të ngrit zanën e, po du të kom babë. Mësë ma shajfi. Lem mu rahat. Për ndryshë s'ki që e bërë babë e ki. Që kemi babë? Ka spravu Allahu me një babë të tilë. Sprovërand është kjo për ty, por kjo ka lënë, ama për te s'ka lënë. Nëse ai vdes në gjendje, te ati gjenazën nuk bën mja falë. Dhe hoxhër më se thërë. Ose nëse vjen hoxhë, ka lëzhe hoxhë që babës sem nuk bën mja gjenazën, s'bën mja falë. Sepse kjo, ka më hu dinin e Zotë, kjo ka shafin. E që bje ka bë kufër. Për pështjelëm që aty me qefin s'prish po me qefin e pështjel, unë që është lesë ka jo, por gjenazën nuk e falë. As nuk e lajmë gjenazën, nuk e pastroj. E pështjel me shtimë dhe e me lojmë dhe jesëm të shpitja. As bëjmë doa për të, as lutja, as kërqë. Fund. Nëse ti din që baba e këtë gjendje vdes, haram e kemi a falë gjenazën babës. E ta na e shahtë këtë shkanë. E nëreqen ato. E mire për shpirtin e vetë, që më hëndinin e Zotit. Mire. Që më hëndinin e Zotit, që shanë fejnë e Zotit. Mire për shpirtin e vetë. Allah runa, ja Rabbi.